Sot është dita e 6 e rinumërimit të votave për partitë dhe kandidatët për qarkun e Tiranës. Procesi nisi në orën 9, ndërkohë që deri tani janë hapur 606 kuti nga 1282 në total. Partia Demokratike vijon të ketë më shumë votat pa merituara, 309, me diferencë nga Partia Socialiste 223, që mund të jenë votat pa vlefshme ose të marra nga partitë e vogla. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet ka gjithashtu 33 votat pa merituara, PSD 25, 17 Lëvizja Bashk, ndërsa Partia Mundësia ka 12. Këto vota u zbriten nga numërimi fillestar, ndërkohë koalicioni Euroatlantik i shtohen 20 vota, të cilat rezultojnë se ja kanë marrë nga numërimi i parë. Edhe koalicioni Djathtas për zhvillim rezulton se ka marrë 7 vota nga 11 maj, 49 vota pa merit ka dhe Ilir Meta, ndërsa Jorita Tabaku ka 65 vota pa merit, por që nuk përbën një ndryshim në rezultatin e mandatit që e fitoi përballa Ali Mehmetit. Në Partinë Socialiste, 256 vota pa merit i ka ministri Ervin Hoxha, 130 ka Xhemal Çefalia, 125 Fatmir Gjafaj. Këto vota ju zbriten nga rezultati i numërimit të parë. Olta Gjashka, e cila fitoi mandatin me një diferencë të vogël me Blerina Gjylametin, ka 46 vota pa merit, ndërkohë Gjylameti ka vetëm 1. Deri më tani, këto rezultate nuk prodhojnë një ndryshim në rezultate, por pritet hapja të gjithë kutive.